me 10 vendet, siç ishte Bullgaria, Estonia etj me radhë, ka pasur vështirësi në pranimin e këtyre vendeve. Por për shkak të gjeopolitikës, për shkak të zgjerimit të tregjeve etj, pra që ishin në funksion të Bashkimit Evropian, u morën ato vendime. Ndërkohë Ballkani ka disa specifika të cilat nuk mund të anashkalohen. Shqiptarët sot në rajon janë dashje pa dashje një faktor determinues për stabilitetin dhe paqen në këtë rajon. Kosova, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët në Malin e Zi, janë faktor përcaktues. Gjendja e tyre është realiteti i tyre politik, ekonomik, social. Statusi i Kosovës si një shtet i pavarur në këtë konjunkturë është jashtëzakonisht i rëndësishëm për avancimin e Ballkanit dhe Shqipëria si një shtet më vete e ka të lidhur fatin me ato se çfarë ndodh në konjunkturën ballkanike. Ndaj çështjet nuk janë kaq të thjeshta dhe ndaj nuk mjafton edhe sikur t'i hapim se ne do i hapim të gjitha ato grup kapituj, do t'i mbarojmë dhe pastaj do fillojmë kështu të lumtur të themi që ja kemi realizuar shumë çka, por dy probleme janë. Një, sepse kemi mos përputhje midis standardeve që ne kemi realizuar vetë si shtet në përputhje me këto kërkesa janë shumë larg, dhe dy, situata gjeopolitike ballkanike duhet jetë e tillë favorizuese dhe që ne të shkojmë drejt Bashkimit Evropian dhe çështja e Kosovës dhe shqiptarëve kudo që janë në rajon janë çështje që nuk mund të anashkalohen me gjithë dashamirësinë që mund të ketë kushdo qoftë funksionar për të realizuar këtë proces. Ndaj, zoti Rama, si një mjeshtër dhe si një njohës i mirë i këtyre shpejtësive të ndryshme me të cilët Bashkimi Evropian lëviz, her pas here aktivizon ato çështje me të cilat mund të krenohet, në thojza, përballë qytetarëve të Bashkimit Evropian, dhe këto e bën mjaft mirë dhe e parë në një plan kështu PR-i, le të themi që e realizon mjaft mirë PR-in politik ndërkombëtar, edhe po them kur siç na ndodh shpesh herë si kombëtare, nëse shikojmë Shqipërinë si kombëtare, ky është një lojtar që të paktën na bën të dukemi në arenën ndërkombëtare sikur jemi shumë të rëndësishëm. E qartë. Mirë, profesor, por veç kësaj ngjarje ditën e djeshme në Bruksel, mbrëmjen e djeshme ka pasur edhe një protestë nga ana e opozitës, por ashtu si e pam nuk kishte një pjesëmarrje shumë të gjerë pra si herët e tjera kur opozita ka organizuar edhe protesta. Pyetja është se kush po i braktis tashmë opozitën? Pse ishte një pjesëmarrje aq e vogël jo si herët e tjera? Kjo tani është një çështje e vërtetë. Do thënë, kjo është një çështje e cila në planin e përgjithshëm politik tregon se si është rrolur skena politike shqiptare dhe në vetvete demokracia shqiptare. Demokracia shqiptare është sot ose përfaqëson, është pasqyrë e asaj çfarë pushteti politik në Shqipëri ka organizuar. Në një shtet, aq më tepër një shtet të vogël si Shqipëria, është e mundshme që ti të ndërtosh autokraci, monokraci, diktaturë, siç e kemi kaluar për 50 vite. Pra çfarë do lloj sistemi që kërkon të ndërtosh, ti mundesh ta ndërtosh për shkak se jemi një vend i vogël me një traditë shumë pothuajse inekzistente demokratike dhe lideri politik që është në pushtet, po të doj, bllokon çdo mundësi, bllokon çdo rrugë dhe nuk e lejon veprimin e demokracisë si sistem. Qartë. Pra, e bëra këtë parantezë për të thënë që opozita nuk është gjë tjetër veçse një asyr e mënyrës se si pushteti politik në Shqipëri është se ndërtuar, është krijuar. Pra ti mundesh të ndërtosh çfarë do lloj sistemi të duash. Në një vend si ky. Po e ndërtohet në vende më të mëdha, siç është Turqia me Erdoganin apo siç është Rusia, dhe ne shikojmë që ata nuk lëvizin asnjëherë nga pushteti, sepse ata nuk synojnë të ndërtojnë demokraci të konsoliduara.
Opozita është thelbi i demokracisë. Ndaj, mënyra se si është trajtuar opozita në këto, po them 8, ka 12 vite, nga pushteti, është e tillë që e ka rrudhur kohë pas kohe, ditë pas dite, mundësinë që të ketë zëra opozitar, që të frymëzojë opozita. Kjo nuk do të thotë që opozita shqiptare nuk ka fajet e veta, problemet e veta dhe përgjegjësinë njëkohësisht për të luftuar që sistemi demokratik që ne synojmë të ndërtojmë të mos rënohet, të qëndrojë në këmbë. Dhe duke i parë këto element, rezultati është që në protestën e opozitës nuk kishte një pjesëmarrje të masive, ishte një pjesëmarrje e dogot fatkeqësisht. Mesazhet politike ishin kryesisht të lidhura me korrupsionin dhe të lidhura me parlamentarizmin, çështje të cilat do duhet të ishin garantuara nga kushtetuta dhe nga ligjet shqiptare. Megjithatë, pra, në planin politik, opozita ka deficienca të mëdha në këtë moment në drejtim të frymëzimit të shoqërisë drejt ndryshimit. Çfarë duhet të bëjë opozita në këtë rast, brenda këtij konteksti? Sigurisht i duhet të reflektoj thellë. Leadershipi të Partisë Demokratike i duhet të reflektoj për gjendjen e shoqërisë në radhë parë, pastaj në mënyrë specifike për gjendjen e organizimit politik të Partisë Demokratike, sepse opozita është në funksion të shoqërisë, prandaj unë them që duhet parë gjendja reale dhe pastaj bazuar në këtë gjendje reale, Partia Demokratike duhet hartoj një plan, një projekt politik për t'i dhënë përgjigje gjendjes reale të popullatës dhe duhet të shikoj me vëmendje organizimin e saj politik. Antarësia e Partisë Demokratike është sot për hir të së vërtetës e mënjanuar nga vendimarrja politike. Ndaj do duhet që të rikthejmë në organizimin deg më deg, seksion më seksion, individ për individ, çështje për çështje, zonë për zonë, për të ndërtuar një ballafaqim me zhvillimet shoqërore dhe dy, një organizim politik me një vizion të ri politik që jep përgjigje problemeve të shoqërisë shqiptare sot. Qartë. Mirë, profesor, për të kaluar tek një tjetër çështje, ndjekemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi së bashku. SPAK konfirmoi thirrjen e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për të pyetur për dosjen e 21 janarit, ku u bën jetën 4 protestues. Në një njoftim publik, prokuroria e posaçme bën me dije se Berisha ka nënshkruar urdhër thirrje, teksa zbatoi këtë të hënë masën e sigurisë detyrim paraqitje. Sot më datë 17/11/2025 gjatë zbatimit të masës detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme, Sali Berisha është njoftuar dhe ka nënshkruar urdhër thirrje lidhur me procedimin penal numër 138 të vitit 2024, çështja 21 janarit, përmes së cilës si kërkohet të paraqitet në prokurorinë e posaçme në datë dhe orën e caktuar, thot SPAK-u. Berisha në dalje nga SPAK deklaroi se nuk ka marrë një fletëthirrje deri më sot. Kto janë gjërat jo, një minutë. Sepse ju duhet të qëndroni fort ndaj këtyre akteve të papërgjegjshme dhe të turpshme. Njoftim quhet kur një person merr përsipër ta njoftoj ose kur njoftohet direkt personi. Në mënyrë absolute, nga data 3 gjersot, asnjë person nuk më ka ardhur të më thotë orë dhe datë, të më dorëzoj një letër, dhe asnjë person nuk rezulton të ketë marrë përsipër një gjë të tillë. Mirë, profesor, sa rëndësishme është fakti pra që SPAK i ka dorëzuar ish kryeministrit Sali Berisha fletëthirrjen e tretë për 21 janarin, pikërisht në momentin që ai është paraqitur pra për një tjetër çështje, dhe a mund të jetë kjo nga ana tjetër një taktik për të shmangur çdo justifikim nga ana tjetër? Po, sigurisht. Ka dy, siç e shikoj unë në mënyrë modeste. SPAK-u me gjithë dashamirësinë e shoqërisë shqiptare dhe me gjithë besimin fillestar që ju dha, SPAK-u fatkeqësisht gjatë veprimtarisë së vet ka ceduar në drejtim të mbajtjes së
parimeve të së drejtës, të cilat në thelb synojnë të garantojnë një proces të rregullt dhe të drejtë ligjor. Dhe her pas here, SPAK-u është parë edhe nga mënyra se si është komportuar, si një instrument politik, ndoshta dhe pa dashjen e vet, her pas here, por si një instrument politik i qeverisë. Këto dy element, ana juridike dhe ana politike, e bëjnë profesor doktor Sali Berishën, ti përdor këto dy koncepte, pra procedurën juridike dhe procedurën politike në funksion të mbajtjes pozicionit tij dhe të mbrojtjes së tij. Pra, e para garantimi i një procesi të drejtë është i domosdoshëm të kalojë përmes procedurave standarde juridike. Procedurat në një proces gjyqësor janë themelore për të garantuar më pas gjykimin e drejtë, sepse kur nuk zbaton procedurën dhe prandaj nga pikpamja e jurisprudencës, ajo mbetet një hallk e domosdoshme për të realizuar procesin e rregullt ligjor. Në fakt, profesor, nga ana ligjore, çfarë vlere ka vetë pretendimi i zotit Berisha se njoftimi nuk vlen nëse nuk është dorëzuar personalisht? Për sa kohë nuk është dorëzuar dhe për sa kohë proceduralisht do duhet të ndodhë kështu, ai ka të drejtën të thotë që mua nuk më ka ardhur. Pra këtu që të kuptohemi, doktor Berisha është në një moment të mbrojtjes së tij juridike dhe politike dhe përshfaqjes së tij politike. Kështu që kjo është krejt legjitime që ai të përdorë këto çështje të procedurës në funksion të mbrojtjes së tij, dhe këtu s'ka asgjë për tu habitur. Dakor? Ama SPAK nuk ka sepse e ka provuar disa herë, nuk ka sepse bie në grackën e moszbatimit të rregullt të procedurave. Se që kur ndodh kjo, tregon që ka një, po them, ose një prepotencë, ose një nënvlerësim të procedurës ligjore, dhe që kushdo qoftë personi që është në akuzë, do të shfrytëzoj, çdo avokat në botë do ta shfrytëzoj këtë si një moment negativ në procesin e rregullt ligjor, kështu që nuk ka asgjë për të habitur këtu. Nga ana tjetër është ballafaqimi politik i doktor Berishës, i cili